i solla Berishës, kur ai lëvizte për natë si një OLSS. Aktivistja demokrate Evi Kokalari ka reaguar në rrjetet sociale lidhur me rezultatin e zgjedhjeve në Hungari, ku Peter Magyar doli fitues përballë Viktor Orban. Ajo e përdor këtë shembull për të bërë një paralelizëm me situatën politike në Shqipëri, sipas Kokalarit, ashtu si Magyar, i cili dikur ishte pjesë e të njëjtit kamp politik me Orban dhe më pas u distancua duke denoncuar korrupsionin, edhe ajo vetë ka ndjekur një rrugë të ngjashme ndaj Sali Berishës. Ajo thekson se vendosi të kundërshtoi atë pasi sipas saj nuk u mbajtën premtimet për ndryshime të thella në Partinë Demokratike. Në reagjimin e saj, Kokalari shprehet e bindur se është e vetmja që mund të fitojë përballë Sali Berishës dhe Edi Ramës, duke argumentuar se ka qenë e palëkundur në denoncimin e korrupsionit, pa bërë përjashtime edhe ndaj personave me të cilët ka pasur marrëdhënie në të kaluarën. Ajo gjithashtu kritikon mënyrën se si sipas saj janë menaxhuar zgjedhjet lokale dhe drejtimi i Partisë Demokratike, duke akuzuar Berishën për mbyllje dhe kontroll të strukturave partijake.